Sahih al-Bukhari. Të nderuar vëllezër dhe motra, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth Sahih Bukhariut, respektivisht në hadithin e 5 të Abdullah ibn Abbasit, ku Bukhariu emërton frika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se po i ikdit nga Kurani. Dhe se ka hadith ibn Abbasit. Para se të filloj me hadithin ibn Abbasit, rreth frikës që kishte pejgamberi, se po ikdi diçka nga Kurani, 5 zanë përmensh përderisa Xhebraili shpallte ajetet, vlen të flasim pak për biografinë e këtij burri të madh. Andaj themi, kush ishte Abdullah ibn Abbas, apo biografi e shkurtur e Abdullah ibn Abbasit, Abdullah i birit Abbasit, radiallahu anhuma. Abdullahu i biri Abbasit ishte djali i Axhës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Abbasi ishte njëri prej axhallarëve të shumt të pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai kishte shumë djem, ndërta e kishte edhe Abdullahun. Abdullahu kishte lindur sa ishte pejgamberi në Mekë sallallahu alaihi wasallam, parafërsisht 3 vite para se më shpërngul pejgamberi. Pra, kur shpërngul pejgamberi në Mekë, në Medinë nga Meka, ai kishte vetëm 3 vite. Ishte fëmijë i vogël. Ndërsa kur ka vdek pejgamberi, ai ka pasur vetëm 13 vite. Radiallahu anhu. Vitet e para të fëminisë i kaloi në Mekë, bashkë me babain e tij, Abbas, deri në vitin e 8 Hijri, apo të shpërnguljes. Në vitin e 8 të shpërnguljes, pra 8 vite pasisht të shpërngulë pejgamberi në Medinë, alayhi salatu wassalam, babai i tij Abbas ishte nisur bashkë me këtë, me djalin e tij, për në Medinë, për të shpërngulur në Medinë, më taku me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ai kishte qenë musliman në Mekë, por pejgamberi kishte urdhëruar Abbasin që të qëndrojë në Mekë si musliman, ta fshihë islamin e tij, të qëndrojë atje, të marrë informata prej krerëve me kas, se çfarë është duke u kurdisur, çfarë kurtha po përgatisin ata pagan idhujtar, e pastaj mja përcjell në mënyrë të msheft pejgamberit Zotit informatat apo lajmet në Medinë. Kishte nevojë si strateg që ishte pejgamberi alayhis salam me pas dikë në Medinë. Në Mekë e kishte lënë Abbasin. Pavarësisht kësaj, e rëndësishme është në vitin e 8 Hijri, Abbasi me një pjesë të familjes së tij, ndërta edhe Abdullahun, voglushin e vogël Abdullahun, nisën për në Medinë. Gjatë rrugës e takojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili ishte me ushtrinë e vet, ku ishte drejtuar për në Mekë. Pra pejgamberi veç ishte drejtuar për në Mekë me ushtrinë e vet, për ta shliruar Mekën nga krerët, nga paganizmi, nga idhujtarët me kas. Kështu që takuan në rrugë dhe u kthy prapë në Mekë me ushtrinë e muslimanëve dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj erdhën në Medinë, sepse pejgamberi nuk qëndroi gjatë në Mekë, u shliru Mekja, e pastaj sërish erdhën në Medinë, qëndroi 2 vite në Medinë, edhe vdesh në Medinë. Shedimin e të gjithë nga historia. Ky voglush, ky djalë ka jetuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam parafërsisht 30 muaj. Hiç më shumë. Por maksimumin e kohës nuk i ka nda pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe si rrjedhoi, edhe ka marrë shumë dije prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shumë dije ka marrë. Kësaj ja mundësoj edhe përgatitja e tij gjenetike, që Allah kishte krijuar të veçantë, mendje prehtë,
e kishte bërë gjeni, por gjithashtu e kishte ndihmuar edhe lutja e pejgamberit që kishte pasur për të, mbase kjo e dyta është faktori kryesor. Pejgamberi e donte shumë këtë voglush. Dhe kishte thonë për të, Allahumme faqihhu fi din, wa alimhu ta'wil. O Zot, o Allah, mësaja fen këtij voglushi dhe mësaja komentimin e Kur'anit. O Allah, mësaja fen. Mësaja fen, lehtëseja mësimin e fesë, po edhe mësaja komentimin e ajeteve kuranore apo të Kuranit krejt. Kështu që ky sahabi, ani pse ka qenë nga sahabët e vogël, fëmijë, në kuptim të moshës, sa është e pejgamberi gjallë, por megjithatë, pra 13 vjeç, ishte kur vdiq pejgamberi, por subhanallahu, megjithatë, ishte nga 6 sahabët që më së shumti transmetuan hadithen nga pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam. Kishte transmetuar 1660 hadithe. 1660 hadithe nga pejgamberi alaihi salatu wassalam. Konsiderohet prej 6 sahabët që më së shumti kanë transmetuar hadithe. Esa për njohuri i cekëm se ata sahabë të 6 të cilët kanë transmetuar më së shumti hadithe janë Ebu Hurajra, pastaj ky Abdullah ibn Abbasi, Abdullah Amr ibn Asi, 3, 4, Aisha, Jabir bin Abdillahi, 5, dhe Anas ibn Malik, 6. Në krye tyre krejt është Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbasi konsiderohet prej dietarëve, prej sahabëve dietar të mëdhej, shumë të mëdhej, ama pas vdekjes së gjeneratës së parë, 4 kalifeve dhe gjeneratës së parë, Abdullah ibn Mas'ud dhe të tjerë. Ata ishin të vjetër, ata ishin koka e sahabëve, ajka sahabëve. Por pasi vdiqën ata, erdhën disa sahabë të ri, që në atë kohë ishin fëmijë, sikurse ky tani, Abdullah ibn Abbasi, pak më vjetër Abdullah ibn Umeri dhe të tjerë, dhe ky ishte nga dietarët e sahabëve në kohën e vet. Ishte gjeni i dunjas. Në periudhën e fundit, është përngul në Taif, qëndronte në Mekë, por edhe në Taif. Dhe e zgjat të qëndrimin në kohën e Taif, ku edhe vdiq në Taif, dhe varros në Taif, dhe atje është bërë ritina, dhe atje është një xhamia e madhe, xhamia kryesore në Taif, në emrin të Abdullah ibn Abbasit, është një librari shumë e madhe, po ashtu në emrin të këtij të bekuari radhiyallahu anhu, por vinte në Mekë, mante ligjërata, mësonte muslimanëve dinin, ishte prej gjenive të dunjas dhe kanë folur për dijen e tina në të gjitha shkencat, për kontributin e tij në përhapjen e dijes, përhapjen e hadithit, përhapjen e Kur'anit, përhapjen e Sunetit, përhapjen e historisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përhapjen e gjuhës arabe dhe shkencave tjera fetare. Në çdo shkencë ky i bekuar ishte deti dhe plot kuptimin e fjalës konsiderohet nga gjenitë e dunjas. Omeri radhiyallahu anhu, kur erdhi kalife dhe kishte një staf të madh sahabësh që konsultonte për veprimet e tij, për fetvat e tij, për vendimet e tij, në veçantë sahabët të cilët kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit e që konsideroheshin sahabët më të mëdhej. Abdullah ibn Abbasin e merrte bashkë me ta e ulte afër dhe konsultonte, sepse e dinte se kë me gjithë moshën e vogël që e ka, kjo është fëmijë në moshë, ama është larg pams, kjo është gjeni, dhe merrte mendimin e tina. Ka vdekur pranë qytetit e Taifit në vitin 68 Hijri, respektivisht në vitin 687 Gregorian, në moshën 71 vjeçare, pasi që u vërbua në fund të jetës së tij radhiyallahu anhu. Tani kthehemi pas kësaj biografie të Abdullah ibn Abbasit, të shkurtur, kthehemi te komenti
shpjegimi, sqarimi i hadithit të Abdullah ibn Abbasit, të cilin e cek Imam Buhariu, Allahu e pasmëshiruar. Imam Buhariu transmeton nga Abdullah ibn Abbasi se ka thënë për ajetin kuranor: la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Mos nxito Muhammed, mos ngut në leximin e Kuranit me gjuhën tënde. Ajeti është i 16 surës Al-Qiyamah. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi: i dërguari i Allahut, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e përjeton të rëndë shpalljen. Andaj e lëvizte gjuhën shpejt, duke përsëritur atë që i shpallej. I lëvizte buzët e tina, gjuhën e tina, me përsërit fjalë që a thështe meleku Gjebrail. E Allahu azza wa jall zbriti ajetin: la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih, inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Mos nxito o Muhammed në leximin e Kur'anit me gjuhën tënde. Ne do të bojmë pjesët e tij të Kur'anit për ta lexuar atë si është. Ajeti 16 dhe 17 surës Al-Qiyamah. Ibn Abbas thot se kuptimi i këtij ajeti është ta të bojmë atë në gjoksin tënd, që ti ta lexosh, ta të bojmë atë në gjoksin tënd, që ti ta lexosh atë. Pastaj për ajetin kuranor: fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, dhe kur ta lexojmë atë, ti vetëm përcëllë leximin e tina. Ti vetëm përcëllë. Ajeti 18 e surës Al-Qiyamah. Thot Abdullah ibn Abbas në koment: dëgjoje me vëmendje dhe hesht. Hesht, ndëgjoje me vëmendje, ka pa të lexohet ajeti kuranor dhe hesht. Ndërkaq për ajetin kuranor: thumma inna alejna bejane, dhe kur ta lexojmë atë, ti vetëm përcëllë leximin e tina. Pastaj për ajetin kuranor, pastaj e kemi ne për detyrë ta shpjegojmë. Thumma inna alejna bejane, pastaj ne e kemi për detyrë ta shpjegojmë. Ajetin 19 surës Al-Qiyamah. Pra neve na përket të kujdesemi që ti ta lexosh me pas. Ky është kuptimi i hadithit të Ibn Abbasit që cek Imam Buhariu. Abdullah ibn Abbasi thot edhe pak në hadith që atëherë i dërguari i Allahut, kur zbritën këto ajete kuranore të surës Al-Qiyamah, që atëherë kur do që i vinte Gjibrili, e dëgjonte me vëmendje, nuk e përsërite, nuk fliste, por heshte, e ndëgjonte Gjibrilin me vëmendje. Dhe kur Gjibrili largohej, pejgamberi e recitonte pjesën e shpallur, ashtu siç ja kishte recituar Gjibrili. Ky është hadithi. Shkojmë te shpjegimi i hadithit. Zbritja e Kur'anit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte e rëndë, ishte e rëndë. Ne kemi cekur edhe më parë, edhe kemi thënë se Aisha radiallahu anha e përshkruante se sa e përjetonte rënd pejgamberi shpalljen, sa që, se çka thënë Aisha, ka ndodhur që ka zbritur ati shpalljen e dy të ftohta, dhe pasaj mbarante shpallja, atina balli pikante djerës. Dhe kemi thënë se ka ndodhur kur pejgamberi ka qenë dev hipur dhe ka zbritur shpallja, deva o ran tokë. Pra shpallja rand. Kurani rand. Këtë e vërtetën edhe Kurani, vetë Kurani vërtetën.
ku Allah i madhruar thot në surën Muzammil: Inna sanulqi alejke qawlan thaqila. Ne do të shpallëm ty fjalë të rënd. Surët al-Muzammil, ajeti 5. Ne o Muhammed, do të zbresëm ty këtë Koran, që është i rënd, i madh në kuptim, me tipare të gjera, i rënd edhe në praktikimin e zbatimin e urdhrave të tij, ndalesave të tij, ndëshkimeve të tij, ligjeve të tij dhe të tjerë. Ndaj vërtet meriton përgatitje për ta pranuar, për ta kuptuar, për ta lexuar, rreth tij për të medituar, Zotin e madh me të për ta adhuruar. Ibn Kathiri thot: thuhet se i rënd gjatë kohës së zbritjes, përderisa është duke zbritur nga madhështia e tina. I rënd gjatë kohës së zbritjes, përderisa është duke zbritur nga madhështia e tina. Përmarrësisht kësaj, pejgamberi i Zotit, përpos që zbritja e Koranit ishte e rënd për te, ai e kishte një element tjetër, frigën, se mos po i ik diçka pa e zënë përmendesh. Nga goja e melekut Gjibril. Kishte frigë se mos po i kalon diçka pa e zënë përmendesh nga goja e melekut Gjibril kur i zbriste ajetet pejgamberit apo ja zbrit ajetet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndaj edhe i përsërit të fjalët që ja thoshte Gjibrili, respektivisht i përsërit të ajetet koranore. E Allah i madhruar e ndalej dhe tha: la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Mos nxito Muhammed në leximin e Koranit në gjuhën tënde. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Ne do të bojmë të pjesët e tij të Koranit për ta lexuar atë qysh është. Për azbrita ajetin 16-17 të kësaj sure. Abdullah ibn Abbasi, pra transmetuesi i këtij hadithit, e komenton këtë ajet apo këtë ajet e Koranore dhe tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përsërit të ajetet nga friga se mos po ik diçka, andaj lëvizte buzët në stop gjatë leximit të ajetit. Alayhi salatu wassalam. Kishte frigë se mos Gjebraili po e përfundon, e po ngritet larg, e këtij po i mbetet diçka pa mësuar përmendsh apo pa e zënë përmendsh. E Allah i madhruar ja zbriti të ajetet e surës Al-Qiyame dhe po i thotë: o Muhammed, mos e lëviz gjuhën tënde, mos e lëviz buzët tua në përpjekje për ta zënë përmendësh Koranin apo ajetet të cilat po të zbresim ty. Sepse ne do të ruajmë atë në gjoksin tënd. Ti do të zësh përmendsh atë pa merak dhe nuk do të harrosh as gjë prej tij, nuk ka me tik as gjë prej Koranit. Ashtu që kur meleku Gjibril ta lexon Koranin, ti vetëm dëgjoj ajetet koranore me vëmendje dhe hesht. Mos i lëviz buzët, mos e lëviz gjuhën, mos e përsërit fjalët e thëna nga meleku. Të vetëm dëgjoj e mirë. Ne e marrim përsipër zënjen përmendësh të Koranit nga ana jote. Ne kujdesemi për te, ne të bëjmë ta zësh përmendësh atë, ta kuptosh atë, ne ta shpjegojmë atë. Me këto ajete Allah i madhruar morri përsipër ruajtjen e Koranit në gjoksin dhe mendjen e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Morri përsipër të kuptuarit e pejgamberit ajetet koranore krejt. Pra Allahu i bën pejgamberin të kuptoj Koranin çdo gjë që ka në Koran. Me këto ajete Allah i madhruar gjithashtu e qetësoi pejgamberin e tij alayhi salatu wassalam që ai mos ketë frikë se po ik diçka nga Korani.
dhe se ai vërtet do ta zë përmendesh tër Kur'anin pa pas nevojë ta përsërit atë që thot meleku. Pra mos ket marak për atë çështje. Ashtu që pas largimit të melekut Gjibril, gjithmonë kur meleku Gjibril vinte nga kjo kohë tutje, nga kjo rast tutje, pejgamberi dëgjonte, kur ngritej meleku lart, pejgamberi alayhis salam e përsëritte, respektivisht a përsëritte shokëve të tij, a thashtë të shokëve të tij, krejt atë çka e ka thonë meleku, pa e shtuar, pa pakuar, pa ndryshuar, pa harruar, asnjë shkron, asnjë fjalë dhe asgjë. Sepse Allah mori përsipër. Tebareke ve Teala. Me këto ajete koranore, Allah i madhruar po don me na tregu edhe neve të tjerëve se Kurani ka marrë përsipër Zoti i madhruar. Ai ka përzgjedhur Kur'anin. Ai ka përzgjedhur melekun që ngarkon me zbritjen e Kur'anit, që është Gjibrili. Ai ka përzgjedhur njeriu që ka ngarkuar me këtë Kur'an, e që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai do të ruaj këtë Kur'an. E ka marrë me sipër ruajtjen e këtij Kur'ani, në mendjen e pejgamberit, në gjuksën e pejgamberit. Por e ka marrë me sipër edhe ruajtjen e tij tek muslimanët. Inna nahnu nazzalna dhikra, vërtet ne kemi zbritur Kur'anin. Wa inna lahu lahafidhun, dhe ne kemi për ta ruajtur atë. Ka marrë përsipër Allah, Tebareke ve Teala. E atë që merr përsipër i madh Zot, me rujt me mbrojt, aje nuk ndryshon. Dhe falë Zotit, Kur'ani u plotsu. Dhe falë Zotit, Kur'ani u tubu. Dhe falë Zotit, Kur'ani u përcall. Ashtu që zbriti, se zbriti, gjenerat pas gjenerat e përcall, nëpërmjet dy mënyrave. Gojë më gojë, duke ndëgjuar njëri tjetrin, po edhe me shkrim. I shënuar dhe zënë përmenesh, derisa të kësaj dite, dhe të vazhdoj me emrin Allahut deri në kiamet. Elhamdulillah për këtë Kur'an, elhamdulillah për këtë Islam, elhamdulillah për të mirat e të madhit të Allah Azza wa Jall, dhe deri takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.